Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vazhdojmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala në leximin e një sure madhështore, e cila është surja El-Qamar. Pra surja në cilën përmendet hëna dhe qarja e saj. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka përmendur në këtë sure gjendjen e përgënjeshtruesve që kanë përgënjeshtruar të dërguarin e Allahut ose të gjithë të dërguarit e Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe filloi atë me përmendjen e idhujtarëve, të cilët ishin në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam surën Qamar edhe surën Qaf i këndonte këto në namazin e bajramit të fitrit edhe bajramit të kurbanit. Kjo nga vlera që kanë këto dy sure, sidomos në këto momente që njerëzit janë të grumbulluar në këtë formë. Allahu subhanahu wa taala thot në ajetin e parë: Iqtarabat is-sa'atu wa inshaqqa al-qamar. Ora është afruar dhe hëna është qarë. Ora dhe momenti i kiametit është afruar për njerëzit. Dhe shenja e parë e afrimit të kiametit është dërgimi i të dërguarit të fundit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra ai është i fundit. Mas tij nuk ka vetëm se kiameti. Dhe koha që ka mbetur e dynjas në krahasim me kohën që ka kaluar është shumë pak. Është shumë pak koha që ka mbetur në krahasim me kohën që ka kaluar. Dhe Allahu subhanahu wa taala e ka fshehur për njerëzit edhe për krijesat se kur do të bëhet kiameti. Nëse do të kishte dobi, do na kishte lajmëruar Allahu subhanahu wa taala. Por kjo nuk ka dobi për njerëzit. Që ta dinë se kur do të bëhet kiameti nuk ka dobi. Ajo që është e dobishme është çfarë kanë përgatitur për atë. Allahu azza wa jall na ka lajmëruar për shenjat e kiametit. Kjo është e dobishme për ne që të përgatitemi edhe të marrim masa që në këtë ditë të dalim sa më të nderuar përpara Allahut subhanahu wa taala. Dhe më e rëndësishmja e gjërave që njeriu duhet të rregullojë është tauhidi. Ta veçoj Allahun me adhurim. Mos bëj shirk, mos bëj kufër, mos bëj shirk. Ta veçoj Allahun me adhurim. Sepse nëse nuk vjen me tauhid, ta veçosh Allahun me adhurim, dhe nëse nuk vjen me ndjekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëre punët e tua janë të pavlefshme. Prandaj që kjo është më e rëndësishme. Pastaj vijnë të tjerat që është namazi, agjërimi e tjerë më radhë. Por ajo që duhet kuptuar është që kjo është gjë më e rëndësishme, që është tauhidi, është fjala la ilaha illallah. Ka shumë njerëz që thonë la ilaha illallah dhe bëjnë shirk. Ka shumë njerëz që thonë la ilaha illallah dhe i luten vdekurve, i luten varreve, i luten, domethënë, krijesave, i bëjnë Allahut ortak. Prandaj që duhet kuptuar se nuk është vetëm fjala, po është edhe kuptimi. Është i rëndësishëm. Jo vetëm fjala ta thotë, por ajo që është e kuptueshme. Ka njerëz që shkojnë nga mali tomorit edhe thonë la ilaha illallah, çfarë i vlen ajo fjalë?
i lutën varreve. Do të kuptuar se nuk është vetëm kjo. Po, shkojnë edhe atje, edhe thonë disa thonë la. Prandaj ç'a duhet kuptojmë nga kjo? Duhet kuptojmë që nuk vlen vetëm ta thuash me gojë, por duhet ta besosh me zemër edhe të punosh me gjymtyr. Dhe ora, edhe pra sahati, saa është përfundimi i dynjas dhe fillimi i ahiretit. Allahu Azza wa Jall thot: Ja ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalata as-saati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'a kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adhab Allahi shadid. O ju njerëz, ruajeni dënimit nga Zoti juaj, sepse dridhja e kiametit është llahtaри e madhe. Atë ditë kur ta përjetoni atë, secila gjithdhënëse braktis atë që ka përgjiri, dhe secila shtatzan dështon barrën e vet. Ndërsa njerëzit duken të dehur, por ata nuk janë të dehur, por dënimi i Allahut është i ashpër. Kjo është surja Hajj, më duket. Do t'i ringjallë Allahu subhanahu wa taala. Kjo dridhje është para kiametit. Jo, tamam e ke. Kjo dridhje është para kiametit. Është para kiametit. Dhe atë ditë pra kur do të fillojë kiameti, do të jetë vështirësi e madhe për njerëzit. Prandaj të vdekmit do t'i ringjallë Allahu subhanahu wa taala dhe do të fillojë llogaria e tyre. Për ata ka filluar llogaria, ato kanë ose dënim ose ndëshkim. Edhe në varr ku janë. Prandaj që toka do të dridhet, edhe pastaj edhe malet do të shkulen nga vendi, edhe do të thërmohen, edhe do të. Prandaj që dita e kiametit është llahtari e madhe dhe Allahu i ka lajmëruar njerëzit që nga Ademi alayhis salam deri tani i ka lajmëruar. I ka lajmëruar dhe njerëzit nuk kanë argument të dalin përpara Allahut. Nuk i ka kërkuar Allahu diçka të madhe. Si ka kërkuar diçka të madhe? I ka kërkuar diçka shumë të lehtë. E megjithatë, i ka penguar mendimasia dhe arroganca dhe kryenësia që t'i bindën Allahut. I kanë penguar këto që të bëhen rob të Allahut. Dhe në ditën e gjykimit nuk ka argument për jo besimtarin. I ka sjell Allahu të dërguar, i ka sjell Allahu libra dhe nuk e kanë dashur të vërtetën. Prandaj që duhet për njeriu që të përgatitet. Këto ajete që ne po i lexojmë, nuk po i lexojmë për të treguar në një histori edhe pim në një kafe mbrapa. Këto ajete janë që neve të rregullojmë vetvetet tona, që të rregullojmë familjet tona, që të rregullojmë të afërmit tanë, edhe njerëzit. Edhe të përgatitemi që kur ta adhurojmë Allahun, të jemi të sinqertë dhe të jemi të përulur përpara Zotit ton. Mos bëhemi mendje mëdhej. Dhe nëse njeriu i lutet Allahut me sinqeritet dhe pason të dërguarin e tij, atëherë ai del në ditën e kiametit i nderuar dhe për të është e lehtë. Ama kjo ditë është e vështirë për jo besimtarët. Allahu na ruaj. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu ana was-sa'a ka hatain. Jam dërguar unë edhe kiameti si këto të dyja dhe bashkoj mes gishtit tregues dhe gishtit mesit. Pra afër. Pra ne është quajtur
pejgamberi sa el hashir, pra është ai I cili mas ti do të ndodhi ringjallje. Mas ti do të ndodhi ringjallje. Dhe thot në gjysmën e dytë të ajetit u anshaqqa al-qamar, edhe u qa hëna. Kjo është një nga argumentat edhe nga shenjat e kiametit. Mushrikët, idhujtarët, I kërkuan të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam një mrekulli, një diçka të jashtëzakonshme, që të thonin edhe që të vërtetonin që ai është me të vërtetë I dërguari I Allahut. Dhe Allahu ja dha këtë mrekulli. U qa hëna dhe një gjysmë e saj u duk sipër kodrës sipër malit e Abi Kubejs dhe gjysma tjetër sipër malit Quai Qian. Janë dy male në Mekë. Dhe ato e pan gjysma këtej, gjysma këtej. E megjithatë, thot tek ajeti tjetër, wa yarau ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Po ata edhe nëse shohin ndonjë argument, zbrapsen, e thon, kjo është magji e fortë. Nuk është magji e lehtë, është magji e fortë. Dhe ato thonë, ky na bëri magji syve tanë. Se magjia është magji që I bën syve të njerëzve, gjithashtu është edhe magjia tjetër që është magji e vërtetë. Dhe si në kohën e Musait alayhis salam, kur magjistarët e faraonit I bën magji syve të njerëzve dhe ju dukun ato litarët edhe ato shkopinë ju dukun si gjarprin. Por Allahu subhanahu wa taala nuk I ka sjell këto mrekulli edhe që të jenë magji. Pra asnjë nga të dërguarit e Allahut nuk ka bërë magji siç pretendojnë jo besimtarët. Dhe për ta vërtetuar këtë, ato vetë thanë që nëse ky na bëri magji syve tan, nuk mund t'i bëjë magji të gjithë njerëzve. Atëherë do pyesim njerëzit e tjerë që vinë, udhëtarët. E kanë parë atë që kemi parë ne apo jo? Dhe erdhën udhëtarët edhe ata e vërtetuan. Tha po, e kemi parë dhe ne qarjen e hënës. E megjithatë ata prapë vazhduan, megjithse vetë propozuan këtë lloj prove, edhe prova ju doli kundër, edhe prapë, sepse ata nuk e donin të vërtetën. Njeriu kur nuk e do të vërtetën, nuk ka rrugë që të ndikosh. Nuk ke ç'a I bën një njeriu kur nuk e do të vërtetën. Hadithet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me çarjen e hënës në shkencën e hadithit quhen mutawatira, që janë rrugë të shumta që nuk ka pikë dyshimin të. Janë shumë hadithe që flasin për çarjen e hënës. Siç thot Imam Ibn Kathiri, Allahu mëshiroft. Pra, nuk I bën dobi disa njerëzve, nuk I bën dobi këshilla dhe nuk I bën dobi argumenti nëse ai ka për qëllim pasimin e dëshirave dhe tekave të veta. Nëse njeriu do të pasojë dëshirat e veta dhe mendimin e vet, çdo lloj argumenti që t'i japësh ti, ai nuk e pranon. Kështu që merr fund puna dhe ai nuk do. Edhe sikur ta shohi mrekullinë e Allahut me sy, pra kjo nuk I bën dobi. Allahu azza wa jall thot, para se të them këtë, kemi thënë edhe ke surja më përpashme që ka disa njerëz që I shpjegojnë dukurit që vinë nga Allahu me shpjegime të çuditshme. Për shembull, nëse shohim që bie një tsunami, edhe ndëshkohet një popull, do shikosh gazetarët dhe do shikosh njerëzit që pretendojnë që janë të ditur edhe të kulturuar, do të thonë që kjo ishte një dukuri natyrore. Nuk thonë që ishte dënim nga Allah. Nuk e thonë këtë.
Ose nënë natyrë. Po, nuk thonë që kjo ishte dënim për shkak të gjunafeve që kanë bërë. Dhe nëse ti flet dhe thua që kjo është dënim nga Allah, o njerëz, kthehuni, mos vazhdoni në këtë rrugë, kthehuni ka Allahu, që të mos ju dënoj. Ato thonë, jo, ti je ignorant. Si fleti, kjo erdhi nga natyra, Allah, erdhi ky dukuri, u bë kjo, u bë kjo, u bë kjo. Shikoj natyrën. Allahu e ka kriju natyrën, Allahu i ka kriju edhe ato që janë rrjedhoj e saj. Po Allahu e solli si dënim. Kështu edhe këta, idhujtarët, e panë me sy hënën, që u qa, edhe gjenë rrugë edhe arsyetime të çuditshme. Prandaj që duhet kemi kujdes në dëgjimin e fjalëve të këtyre njerëzve të paditur dhe këtyre që nuk i friksohen Allahut subhanahu wa taala. Dhe thot Allahu në ajetin e 3, wa kadhabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Dhe përgënjeshtruan dhe ndoqën tekat e veta, por çdo çështje arrin cakun e fundit. Pra, atyre nuk u bën dobi argumentat dhe nuk ndoqën pra nuk e ndoqën argumentin, por ndoqën dëshirët edhe tekat e tyre. Prandaj Allahu azza wa jalla thot wa kullu amrin mustaqir. Dhe çdo gjë do të shkojë në vendin e vet, do të shkojë në fundin e vet. Nuk bën dëm përgënjeshtrimi i përgënjeshtruesve. Allahu e di që ata persona të cilët janë me zemra të pastra do ta pranojnë të vërtetën. Dhe Allahu e di që ato persona që zemrat e tyre nuk e pranojnë imanin, ata nuk do ta pranojnë këtë gjë. Prandaj edhe janë të ndarë njerëzit, një grup në xhenet dhe një grup në xhenem. Nuk i bën dobi. Por çdo gjë do shkojë në vendin e vet, në caktimin e vet. Allahu subhanahu wa taala me urtësinë e tij e vendos udhëzimin aty ku dëshiron ai. Aty ku ajo zemër është që e pranon udhëzimin. Aty Allahu subhanahu wa taala e vendos udhëzimin. Apo Allahu prej të udhëzuarve dhe për banorëve të xhenetit. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. Atyre u pat ardhur aso lajmesh ku ka mjaft qortime. Nuk është e paditur për njerëzit lajmet e pejgamberëve të mëpërparshëm. Lajmet se si kanë përfunduar ata popuj që kundërshtuan pejgamberët. Si u dënuan. Nuk themi që ndodhi dukuria e natyrës edhe ra vulkani edhe u dënuan ose ra kjo. Jo, Allahu i dënoi. Pra të jemi të flasim me atë shpjegim që folëm më përpara. Allahu i dënoi. Se disa thonë ra vulkani, i ra atyre edhe vdiqën. Kjo ishte diçka që ndodhi nga vulkani. Jo, ishte dënim nga Allahu. I erdhi pejgamberi, nuk e pasuan, u dënuan. Më e keqe të se thotë ushu fara në fjallë. Ushu. Jo, nuk s'ka. Ato janë të shumët gazetarët edhe njerëzit analistët që si quhen këto me emra të ndryshëm që flasin në këto, duhet kemi kujdes të flasim me atë që na mëson Allahu në Kur'an dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Hikmetun baligha fama tughni an-nudhur. Urtësi e përsosur, po sa bëjnë dobi qortimet. Pra, Allahu me urtësinë e vet i udhëzon ata që do edhe i humb ata që do. Dhe Allahu ja ka ndaluar udhëzimin këtyre sepse ata nuk janë të përshtatshëm për udhëzim.
Dhe Allahu është I urti, e vendos çdo gjë në vendin e vet, aty ku duhet. Dhe Allahu e vendos udhëzimin tek besimtarët, tek ata të cilët e besojnë Allahun, e besojnë të dërguarin e Tij. Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur. Pra largohu prej tyre ditën kur thirrsi kumton një diçka të tmerrshme. Pra largohu prej tyre o Muhammed, pasi ti e bëre detyrën tënde. Ti I këshillove. Nëse ata janë njerëz që nuk e duan vërtetën, edhe nëse shikojnë argumente nga më të mëdhaja të argumenteve, siç është çarja e hënës, e të tjera, dhe japin të tilla shpjegime të çuditshme që e largojnë njeriu nga realiteti, e largon njeriu nga marrja e mësimit dhe që të adhurojë Allahun një të vetëm dhe mos adhurojë dikë tjetër përveç Tij dhe të ndjekin shejtanin, atëherë largohu prej tyre. Mos të interesoj puna e tyre. Pasi I ke këshillu, pasi e ke çuar këshillën edhe diturinë, edhe udhëzimin, edhe ata nuk e kanë pranuar, atëherë largohu prej tyre. Dhe tregon në gjysmën e dytë të ajetit për ato gjëra që do të vinë në të ardhmen, pra në ditën e Kiametit. Dhe thot ditën kur thirrsi kumton një diçka të tmerrshme. Dhe ai thirrës është Israfili alayhis salam, kur të fry në sur dhe njerëzit të dalin përpara Allahut subhanahu wa taala për të ringjallur. Khushan absaruhum yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Shikimet e tyre janë të përulura, e dalin prej varreve si karkaleca të shpërndarë. Kur të dalin, aq shumë e madhe është frika që I ka kapluar njerëzit dhe ka shkuar në thellësinë e zemrës tyre. Këtë gjë e tregojnë shikimet, të cilet janë të ulta, të poshtruara. Nuk e ngre njeri shikimin, janë të poshtruar dhe do të jenë numër aq I madh sa do të jenë si ato karkalecat që I shikojmë në përfusha që dalin dhe janë të shpërndar shumë njerëz do të dalin. Muhti'ina ila da, duke shpejtuar drejt atij që I thret, pra Israfilit alayhis salam, I cili I thret njerëzit që të shkojnë në vendin e mbledhimit, aty ku do të dalin dhe të japin llogari. Yaqulul kafiruna hadha yawmun asir. E jo besimtarët thonë, kjo është ditë e vështirë. Thot Allahu azza wa jall, yawma yakhrujuna min al-ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun. Ditën kur do të dalin prej varreve me ngut, sikur drejt vendit të shnuar, sikur drejt flamurit, si atje në ushtri kur është flamuri, të gjithë njerëzit drejtohen tek flamuri. Sikur drejt atij flamuri shpejtojnë. Të gjithë janë të orientuar dhe askush nuk ecën, si I themi, me temena, do të ecin shpejt. Do shpejtojnë drejt urdhrit, drejt thirrjes, ku I drejtohet, ku drejtohen. Prandaj që në këtë ditë thot Allahu në fundin e ajetit, yaqulul kafiruna hadha yawmun asir. Do të thonë jo besimtarët, kjo është ditë e vështirë. Çfarë kuptojmë nga kjo? Që për besimtarët është e lehtë. Por jo besimtarët është e vështirë. Është shumë e vështirë. Por për besimtarët është e lehtë. Duke qenë se u kuptua kjo, atëherë ne I lutemi Allahut subhanuhu teala që të na bëjë edhe ne për besimtarë. Edhe që të mos na sprovojë në fen ton.
Se sprova më e vështirë është sprova në fe. Ka njerëz që sprovohen në fe dhe devijojnë rrugën, edhe ata kujtojnë se po afrohen nga Allahu. Po sa njerëz kujtojnë se po afrohen nga Allahu, dhe në realitet ata janë duke u larguar për Allah. Shikoni të krishterët, shikoni murgjit, shikoni ato, ka për tyre që e kanë bërë adhurime shumë të forta, rrafin veten e tyre, e lidhin veten e tyre, rrinë në përshpella edhe izolohen nga njerëzit, edhe bëjnë punë, pa ma afrohen me këta Allahu me këtë punë. Nuk afrohen. Amilatun nasibe, tasla naran hamie. Të raskapitur në punë, punojnë në raskapitse, dhe do të hyjnë në zjarrin e ndezur fort. Kjo do të thotë që nuk duhet për nesh që të shikojmë sasinë e punës, po të shikojmë që a ka urdhëruar Allahu me këtë punë, a ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë punë, do ta bëjmë. Ka shumë njerëz që mund të bëjnë punë dhe të pretendojnë, po a e pranon Allahu? Kjo është çelësi, kjo është ajo thelbi. Allahu pranon ato punë që janë të pastra, që nuk ka shirk në të, dhe ato punë që janë ashtu siç i ka bërë i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allahun azza wa jall që na bëj dobi nga fjalët dhe të pasojmë më të mirën dhe të ndjekim rrugën e dërguarit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe të na bëj prej banorëve të xhenetit Firdaus. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A e pranon Allahu? Kjo është çelësi, kjo është ajo thelbi. Allahu pranon ato punë që janë të pastra, që nuk ka shirk në të, dhe ato punë që janë ashtu siç i ka bërë i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allahun azza wa jall që na bëj dobi nga fjalët dhe të pasojmë më të mirën dhe të ndjekim rrugën e dërguarit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe të na bëj prej banorëve të xhenetit Firdaus. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.